kjo është një dramë e vërtet ta mësosh një javë përpara se të dalësh. Unë e kom pasë mësum djathin, ore. Po, ta mësoj unë, që ti di me bot djathë, se unë ta kisha ditë, do isha shoku jo t'ingush. Nesër shtim djathë dhe ka zbashkë. Mirë, e shtim, po unë s'është se kam dërmën të bëjt djathë kur të dalë. E kos? Se s'ke lopë për andaj. Po, që do lopër në shtëpi kur ka qumë është në pazar. Teksti Ylli Dreshaj. Orkestroj. Këndon Elinara Shteu. Orkestra Treshi për Sheshi. Që do lopër në shtëpi, kur ka qumë është në pazar. Pas një herë se diti që mu mos ke Ose pas ke qënë pak Zuzar. Po, dhe ti Zuskë. Me që ishte me zë. Në kishim ke shfaqja në këtë femrat e mija, e bote Mariana, ja, me këto femrat që janë në Ista Zuska, Fej Zuska. Ku e kemë zu, mame? Në Fej Zuska. Ista Zusk. Mario. Jaba du. Jaba daba du. Dhe po thosha, a je? Po? Për shembull, me që s'ke plane, a do ndihmoje në planet e të tjerëve? Në këtë kontekst, jo në njerëzit në nevojë, se na odhe në grop. E atëherë shprehu mirë, qartë. Jo, shprehem unë thash, a do kishe digi se nuk mendova që ti do na çoje në drama të tilla. O, kështu the. Në kisha një rol për të bëjë, që ishte një shfaqje ka qenë me kopshi me dallë ndyshe, e keni gjuhë? Po, e kam mbuluar 10 minuta që... Nga shfaqjet dhëna më shumë nga... Gati është Do të ndër shfaqjet me... Qa vide? Do t'je qenë rrët në... Se shumë e nxehtë, nuk ndajt se s'përfër. E do të Së mama. ka pas lujt Gjim Qiriaqi, ka pas le rolin kryesor, me Liza Gjuvani, me Dimalkaj, ishin ca të shmen që ishin në Qmendinë dhe festojshin Krishtlindjen. Shfaqje modhe shumë. E nese, do i lusha, si tush e vuni Kiqo. Kiqo e ka pas vonë, dhe atëre, Kiqo Londë. Dhe me frykt modhe, kush do e mori të rolin, kush do e boje, kupto se kishte volum shumë, se tush aksion papam. Imaginoj 6 të çmendur. Dhe thash po shkoj, me kupto, po ta preki qikat e gjonë, po me marrë ato ndjesit, ato gjonët, shkoj në psikiatri në Elbasan. Edhe njifshim dika atje, edhe na siguroj një gid në spitalin psikiatrik, në të 4 pavionet. Ishin 2 meshkuj, 2 femra, si me thonë, po ishin akutët edhe kronikët. Në do që s'diqin kur. Edhe mos ta zgjatë shumë, se ishte eksperiencë shumë unike. Dhe në ty dhe ku shkova ke gratë, dhe që në shoqëronte, dhe shikni këto akute tjerë, thash kush është ndryshimi në kuptimin në sa rrezika. Jo, tha, kronikët janë ato që s'dalin asnjëherë. Me kupton, akutët janë ato që hyn, kurohen edhe dalin, me kupton, që kanë trauma momentale, ku dëgjon. Edhe shkoj hyj atje ke femra. Ishte gjithmonë njëra që ishte si në fund korridorit. E kupton, dhe vinte, punonte me shtiza, po shtizat, domethënë, të pa rrezikshme, po themi. Po për ato. Edhe sa na pa ajo, ikte në fund korridorit dhe vite, duke përnu, të keqen mami, erdhe, e kupton. Edhe i them, të pyta atë, që më shoqëronte. Tha, kjo, tha, ja, kam një zhduk me burr me gjitha
e kupton, 97 një gjë tillë, e kupton, edhe nuk I gjeti mos, se ishte me goca dhe gjonë, e qatë. Ajo ishte aty kush vite, e kupton, ju dukshëm si fëmijë të vetë. I ka ngelur aty? E kupton, aty kishte ngel fëmijë edhe kur shkoj poshtë, do më thëmë, mas I pash dhe me, 2 orë ta tregoj këtë eksperiencë, do më thëmë, që ishte, unik, kur hyna në fillim kisha frikë. E kupton? Po them, mas 2 orësh kur kam dalë për janë, kisha frikë nga njerëzit. Plako. E kupton, nga normale. Aq botë e lirë në një sens e mushme me dramat e veta se cili, e kupton, me gjonat të jashtëzakonshme, me njerëz të është përfituar sigurisht nga ajo, por me një liri të, dhe më thënë, u ambientova. Thasho, u qmena, unë të shio, ose... Dhe kur shkoj ke femrat kronike. Ma e me në ratë dera, ajo infermierja ishte, ma api deri një ëngjël. Ma ngacmove me atë ftyrën e asaj. Ajo ishte infermierja, e kupton? Po dhe më ëngjël. E kupton, në mes, hyna aty. Kur më del një zonë me vrap, e kupton një plak, që tu lidh kokën, që kanë shamin, në tradita këne nga jugu duhet ishte. Shkemi, si e një mirë, si kaloni. Në, mirë se erdhët, e kupton. Unë e një këtu, jo, ta shumë, merë me pa, e kupton. Edhe në shoqëroj, gjithë koridorit ishin këto dhomat, mdhaja. Edhe shifsha aty qa shifsha, po thamë. Okej, po gjithë qetësia absolute, e kupton, se cila, po thejmi. Me unë, pa mesha vesh ishte, se më kështë nodhi gjoke meshkujt. E kupton, e kësaj natyre, që ta the më vonë, kjo ishte më fund. Edhe, s'po mesha vesh, kjo ishte më rregull, apo ishte, e kupton, s'po bojsha diferencët. Edhe I them, kur më thote që më shoqëronte, edhe kjo tha, jo më të keqen, s'jam tha, se pa shumë normale. E kupton të bo më betë si jeni, që bohat jashtë, e kupton kujt kemi, nga je, kështu gjonë është në krejt, raport, normali, thash më falë zonë, po juve këtu. E kupton, jeni infermiere, a diqka, thash mos pale, maskohen si kur janë, si janë infermiere, po janë, jo të keqen, tha, unë, sa, jam, tha, këtu jetoj, tha, se s'kam njeri, tha, e kupton, unë s'ka azile, gjonë, dhe ajo jeton, dhe I them, po pse ke kronikët, e kupton, mund t'jetë ke akutët, ke ata që dalë, dhe se ata dalin edhe s'kan drejt me ardhë. Imagjino... Si s'kan drejt? Po, e kupton, akutët duhet dalin, e kupton, mas një kohë të caktume, dalin, e kupton, se konsiderohen të shëruar, normalisht. Po, s'ka mundësi që t'ju kthehet prapë, do me thënë. Po, u kthehet prapë, po u kthehet mas një kohë, nëse u kthehet, e kupton, po duhet të shërohen, e s'kan të kupton. drejt. Po, pra, s'kan drejt të shi ti dole nga spitali, po themi, e u shërove, u smure prapë mas 2 ditësh, ato 2 ditë ku do rrishe, po them s'kishte vend fare, s'kishte, a kupton logjik. Kurse ke meshkut, ke pavion, ke akutët e merë, sa shkon atje, dolin gjithë shumë të dashur, e kupton, shumë, se keni arë njërë, të më dhonë dorën, e kupton, edhe unë kësha morë cigare, shumë, se më thanë që pinë cigare shumë, edhe u mblodhën gjithë rreth mesh, isha me gjithë rinën, dhe njoni nga këto e parë rinën, kështu, filloj t'i knoj kohën. E ti rinë kështë ly flok të zeza për rolin, edhe a i filloj ti e bjonda, I tha. Ku dite a I të shi, ku e mori vesh a I që rinë ishte bjonda, po I kështë ly flokët për rolin. Edhe filloj t'u qeshë. Filloj t'u I knua I plagos rinës.
pjonte me sytë e si, erdhe në shtëpi, të shumë i rima, tu putë shpirë. Edhe me i moment vjen njoni, më thot ky që në shërë, se ky është melankonik, e ke gabim, më kemë më thot, unë jam allegro, që thutit, pse i thutit, e kuptot, dishin, e ka mos e një gjohat edhe, më qenta në për koncerte, në për gjona, gjithmonë, e di që jeni këngëtarë, tha. Ne, jo këngëtarë, kur vjen një burë, një gjupë, lëkura, me pellushe, kupton me jam, por me mostejke, që ja burë, me king, e kupton, zotni. Edhe qiti cigaret, a i vetmi, e kupton, se këto, jetën vetëm me morë, cigare, e kupton, e qita unë cigare, e kuptoj, i dhash njonit, i dhash tjetër, njoni na e boni kështu. Unë të më mjep shumë, mjep një të gjatë. Ti t'i dhash 2-3. E kuptoj se i kisha marrë për t'i dhonë. Normal, nuk i kisha marrë për... Dha, mu shumë mirë me cigare, moja 5 paketa, unë thash që se disha ku po shkojsha qarë, ato 5 cigare marrë unë aty direkt, 5 paketa, kështu, bram. Edhe vjen ai buri, nga boshëm për shtim. Ai nizek e cigare, sa ma drejtoj mua i cigare, e kupton, e kapa unë cigare, sa shkova me kapa unë cigare, unë e të rojtë e një, ma mori i tjetër, ati tjetëri t'ja mori i tjetër. Ore po tem, me dash me e bo atë, si veprim, nuk e bo do të kurrë. E kupton, më është vëmëndja këshu, absolut e plakë. Si me e marrë ti cigaren, unë ta marrë ty, pa e sjellën këtu e mori tjetër se ishin rrethër. Si puna sfidës me